Parandaloni rënien e flokut duke përdorur këtë bimë. Rënja e flokut është një problem e cila mund të shmanget edhe me anë të produkteve natyrale, sikurse është edhe bima e sherebelës. Sherebela është një bimë po aq e lashtë sa edhe njerëzimi, që në kohët më të hershme ajo ka qenë e dalluar për vetitë e saj të jashtëzakonshme në shëndetin e flokut. Ndër funksionet e saj më të rëndësishme nuk duhet të lëmë pa përmendur edhe ndikimin në forcimin e flokut, zgjatjen e tyre, stimulimin e daljes së flokut të ri dhe parandalimin e rënjes. Mund ta përdorni në këtë mënyrë praktike, citon Healthside. Ajo aplikohet në formën e vajit esencial duke u shtuar në shampo, rreth 2.5 ml në 200 ml shampo, ose e ulluar në vaj bimor për masazh skalpi 3 deri në 4 pika në një lugë vaj ulliri. Vaji esencial i sherebelës stimulon qarkullimin e gjakut në zonën ku aplikohet, ushqen rrënjën dhe ka veti ekuilibruese. Gjithashtu mund të përdoret edhe në maska fytyre, për ekuilibrimin e yndyrnave dhe trajtimin e akneve.